në emisionin tonë. Sot do të diskutojmë për një temë shumë të rëndësishme për shoqërinë, rolin e televizionit në ditët e sotme si në informim apo edhe edukim. Do të flasim për avantazhet, disavantazhet e televizionit, ndikimin e tij tek të rinjt dhe do të bëjmë një krahasim midis viteve të mëparshme dhe të tanishmet. Sot do të ftojmë në skenë ekspertët e gazetarisë dhe medias televizive. Përshëndetje e dashur. Përgjëro? Faleminderit. Para se të vazhdojmë me diskutimin tonë, njoftojmë të ndjekim një video përmbledhëse mbi median dhe ndikimin e saj. Pastaj rikthehemi në intervistën tonë. Edhe videon përmbledhëse mbi median dhe rolin e saj, tani do të vijojmë me diskutimin me të ftuarën. Primisht faleminderit që pranuat ftesën tonë. Kënaqësia është e imja. Pa humbur kohë, le të vazhdojmë me pyetjen. Dashur, si mendoni, çfarë roli ka televizioni në informim dhe edukim të njerëzve? Televizioni ka pasur dhe vazhdon të ketë një rol të rëndësishëm në jetën e njerëzve. Ai është nga burimet kryesore sepse përmes lajmeve, edicioneve informative dhe dokumentarëve njerëzit mësojnë për ngjarjet që ndodhin në vend dhe në botë. Pra, televizioni përveç rolit informativ që ka dhe rol edukativ. Pra, kemi programe që flasin për historinë, për shkencën, për kulturën, për shëndetin dhe për çështjet sociale, të cilat i ndihmojnë njerëzit të zgjerojnë njohuritë të tyre. Sidomos në të kaluarën, televizioni ishte mënyra më e rëndësishme për të marrë informacion, sepse interneti nuk ishte i zhvilluar si sot. Edhe pse tani ekzistojnë shumë forma të tjera komunikimi, televizioni vazhdon të ketë ndikim të madh tek njerëzit e të gjitha moshave. Faleminderit për mendimin tuaj, le të vijojmë me pyetjen e dytë. Cilat mendoni se janë avantazhet kryesore të televizionit? Televizioni ka shumë avantazhe. Së pari, ai informon njerëzit në mënyrë të shpejtë dhe të drejtë për drejtë për ngjarje të rëndësishme, si lajmet politike, ekonomike apo sociale. Në raste emergjencash ose ngjarje të rëndësishme, televizioni është shumë i dobishëm për të dhënë informacion të përgjithshëm. Një avantazh tjetër është edukimi. Përmes dokumentarëve dhe emisioneve kulturore, njerëzit mund të mësojnë gjëra të reja për botën, natyrën, historinë dhe shkencën. Gjithashtu, televizioni ofron argëtim për familjen përmes filmave, serialeve, emisioneve humoristike dhe programeve muzikore. Përveç kësaj, televizioni bashkon njerëzit. Shpesh familjarët mblidhen bashkë për të parë një program ose një ndeshje sportive, duke kaluar kohë së bashku. Faleminderit për përgjigjen tuaj. Tani le të kalojmë në një aspekt tjetër më të rëndësishëm që na vlen të kuptojmë më mirë këtë temë të rëndësi. Sipas jush, cilat janë disa nga disavantazhet e televizionit dhe problemet që ai mund të sjellë në jetën e përditshme të njerëzve? Megjithëse televizioni ka shumë anë pozitive, ai ka edhe disavantazhe. Një problem është se ndonjëherë transmetohen informacione jo plotësisht të sakta ose të egzageruara, gjë që mund të ndikojë tek mënyra si njerëzit e kuptojnë realitetin. Gjithashtu, shikimi i televizorit për shumë orë mund të ndikojë negativisht tek shëndeti, sidomos tek të rinjt dhe fëmijët. Qëndrimi i gjatë para ekranit mund të shkaktojë lodhje, mungesë aktiviteti fizik dhe probleme me përqendrimin. Një tjetër disavantazh është se disa programe kanë përmbajtje jo të përshtatshme, si dhuna apo gjua jo e mirë, të cilat mund të ndikojnë negativisht tek shikuesit e vegjël. Për këtë arsye, është e rëndësishme që njerëzit të zgjedhin me kujdes programet që ndjekin. Shumë interesante mendimi juaj. Tani do vazhdojmë më tej me një pyetje që lidhet drejt për drejt me brezin e ri. Si mendoni, si ndikon televizioni tek të rinjt? Televizioni ka ndikim të madh tek të rinjt, sepse ato kalojnë shumë kohë duke parë programe të ndryshme. Nga njëra anë, televizioni mund të ndikojë pozitivisht duke informuar dhe edukuar të rinjt për tema të ndryshme. Programet motivuese, dokumentarët dhe emisionet edukative mund të ndihmojnë ata të mësojnë dhe të zhvillojnë aftësi të reja. Por, nga anën tjetër, ka edhe ndikime negative. Disa programe ose reality show mund të japin shembuj jo të mirë për sjelljen dhe mënyrën e jetesës. Gjithashtu, reklamat dhe rrjetet sociale të lidhura me televizionin shpesh ndikojnë tek mënyra si të rinjt
mendoj për pamjen, modën apo suksesin. Prandaj është shumë e rëndësishme që të rinjt të kenë kontroll dhe të zgjidhin programe me përmbajtje të dobishme dhe edukative. Tani do të kalojmë te një pjesë pak më historike e diskutimit tonë. Si mendoni, si ishte televizioni në vitet 90 krahasuar me vitet e sotme? Televizioni në vitet 90 ishte shumë ndryshe nga i sotme. Në ato kohë kishte më pak kanale televizive dhe njerëzit të prisin me interes programet e ditës. Familjet mblidheshin së bashku për të parë lajmet, filmat apo emisionet të mbrëmjes. Televizioni konsiderohej burimi kryesor i informacionit të argëtimit, ndërsa sot teknologjia ka ndryshuar shumë. Ka qindra kanale televizive dhe njerëzit mund të zgjedhin çfarë duan të shohin në çdo moment. Përveç televizionit, tani ekziston interneti, YouTube dhe rrjetet sociale, të cilat kanë ndryshuar mënyrën si njerëzit informohen. Megjithatë, edhe pse koha ka ndryshuar, televizioni vazhdon të mbetet një pjesë e rëndësishme e jetës së përditshme për shumë njerëz. Faleminderit për këtë krahasim shumë të vlefshëm. Në fund do doja të pyesja, a mendoni se televizioni vazhdon të ketë një rëndësi apo roli i tij është ulur për shkak të mediave apo internetit? Mendoj se interneti po bëhet gjithnjë rëndësishëm, sidomos tek të rinjt, sepse ata preferojnë të marrin informacione përmes telefonit dhe rrjeteve sociale. Në internet njerëzit mund të shohin video, lajme, filma në çdo moment që duan, pa pritur orarin televiziv. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se televizioni do të zhduket. Televizioni do të mbetet një nga burimet kryesore të informacionit për shumë njerëz, veçanërisht për lajmet dhe ngjarje të rëndësishme. Mendoj se interneti dhe televizioni do të vazhdojnë të ekzistojnë të dyja duke plotësuar njëri tjetrin. E kuptueshme, faleminderit për përgjigjet dhe çdo mendim personal që ju keni dhënë në këtë bisedim. Shpresoj që teleshikuesit tanë të kenë përfituar diçka, sepse kjo është një temë që ne hasim e dita ditës. Këtu përfundon dhe ky diskutim, nga ne mirupafshim dhe miru takofshim në emisionin e radhës.